Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ju. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammedin Mustafa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi të kanë Allahu xhalla shanuhu, krijuesit të gjithësisë. Paqja dhe mëshira e tij qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vëllezër dhe motra, jam tepër krenar dhe nderuar që jam në mesin tuaj, sepse pas shumë vitesh unë rikthehem në këtë zonë. Rikthehem sepse 2007-2017 kam qenë mufti në Tepelen, në një kohë kur ishte shumë më e vështirë se sot, dhe kur vija shpesh në Gjirokastër që takoja shok, vëllezër, hoxhallar, ishim shumë pak në numër, dhe kur shohim elhamdulillah sot me fëmijë, me familje, që po shtohet numri dita ditës. Që të flas për vlerën e muajit të Ramazanit, besoj se gjatë gjithë muajit të Ramazanit jeni dëgjuar nga hoxhallarët tuaj se çfarë vlera ka nga ana sociale, nga ana materiale, nga ana fizike, nga ana shpirtërore, dhe se çfarë shpërblimi Allahu i madhëruar do t'i jap atyre që e kanë agjëruar dhe e kanë plotësuar siç duhet. Më lejoni t'ju bëj një krahasim, një prej shenjave të natës së Kadrit, ku thuhet në shumë haditha apo edhe nga dietarët, që thonë është një qiell shumë i qartë dhe yjet shikohen bukur. Ka disa yje që nuk ndrisin në qiell, por ndrisin në tokë. Allahu i madhëruar në Kur'an na tregon për këto yje. Na tregon pejgamberi alayhis salatu vesselam për këto yje, dhe biles pejgamberi alayhis salam u thotë shokëve të tij që është një grup njerëzish që në ditën e gjykimit pejgamberët do t'ja kenë lakmi atyre, shahidët do t'ja kenë lakmi atyre, dhe i thonë, ja Rasulullah, kush janë këta? Që t'ja ketë pejgamberi alayhis salam lakmi, duhet jetë një grad shumë e madhe. Ata, thot pejgamberi alayhis salatu vesselam, janë ata të cilët nuk janë babenan, nuk janë vlla e motër, nuk janë kushëri, por duhen vetëm për hir të Allahut të madhëruar. Ata janë ata të cilët mlidhen për të përmendur Allahun e madhëruar pa kur fare interesi të kësaj dynja. Dhe pikërisht në këtë rast u thot Allahu i madhëruar me melekëve të tij, dilni dhe shikoni pak rrezullin toksor. Dalin dhe shohin. Shikojnë sikur shohim ne qiellin, që shndrisin disa yje. I thojnë Allahut të madhëruar, o Allah, çfarë janë ata yje që shndrisin në tokë? Shkoni dhe shikoni, thot. Tenezzelul melaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, dhe zbresin me urdhrin e Allahut melek grupe të mëdhëshme në krye Xhebraili alayhis salam për të parë se çfarë janë këto yje që shndrisin. Siç jemi kurështarë ne për të parë një nga këto yje që shndrisin, janë melek të Allahut kurështarë. Dhe kur zbresin te këto xhami që përmendet Allahu i madhëruar, sepse nga aty ngrihet nuri i Zotit në lartësi. Ngrehet nga këto sofra, sepse janë sofra të cilat janë qëllimi i tyre nuk është ngopja e barkut, por ngopja e shpirtit. Dhe thot Allahu i madhëruar në Kur'an, ja ayyatuhan nafsul mutma'inna, o ti robi im i cili e ke edukuar nefsin tënd, ke arritur ta çosh nefsin tënd në atë pozitë sa që e mbush tavolinën plot dhe pret sekondën e fundit për të zbatuar urdhrin e Allahut për të hap agjërimin. Ky është një nefs i edukuar, ky është një ego i edukuar. Ja ayyatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ktheu tek Zoti jot i kënaqur dhe i lumtur. Që do të thotë nuk ka lumturi tjetër për të shkuar tek Allahu i madhëruar, veç se edukimit të nefsit ton, egos ton. Ramazani është një ndër burimet kryesore që na jep mundësinë për ta edukuar këtë nefs. Njeriu për çfarë jeton? Njeriu për çfarë lufton? Lufton për të patur një sofër plot me ushqime. Jeton për të patur një shtëpi shumë të madhe.
për të pas një tokë më të madhe se komshiu se vllai. Po, pikërisht ky njeri me këtë sobrën e madhe i thot nefsit të tij, rriur, s'është kënu ezani akoma. Kënohet ezani dhe sahan. Në Ramazan han më pak se çan jashtë Ramazanit 3 herë në ditë. Pse? Se nefsi vjen duke u edukuar. Fedkhuli fi ibadi dhe futuni në listën e robërve të mi, thot Allahu. Nuk thot në listën e pejgamberëve, hoxhallarëve, dietarëve, të pasurve. Jo, në listën e robërve të mi. Fedkhuli fi jannati, pa u bërë rob tek Allahu i madhëruar, mos t'i shkoj mendja kuj se do hyn në xhennet. Pastaj futuni thot tek xhenneti im. Thot Allahu. E pikrisht këto vende që buron drita e Allahut, elhamdulillah, si mos jem krenar. Kur në njërën prej këtyre unë sonte jam pjesë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, "Sharaful makan bil makin." Nderi një vendit është me banorët e atij vendi. Unë personalisht, muftiu juaj po, jemi krenar sepse ka një popull tillë. Nëse ky popull nuk do të ishte i mirë, as ne nuk do të ishim të mirë. Nëse ky popull nuk do të na donte, as ne nuk do të ishim këtu. Prandaj unë ju falenderoj juve një herë radhë parë, sepse nëse nuk ju falenderojmë juve, nuk falenderojmë dot Zotin. Por ju lutem të gjithëve, siç tha edhe muftiu, nëse e kemi risk që sonte të jetë nata e katërit, besoj po t'ju pyes të gjithëve keni halle apo jo. Ka ndonjë njeri pa halle? Nuk ka. Zona e Shkodrës përdor një shprehje. Mos t'lavd Zoti pa halle. Se ditën që të kanë marrë hallet e kësaj dynja, je në kurrizin e tjetër kujt për t'u varros. Sa t'jepin këtë jetë, halle ka. A doni që t'i kryeni këto halle? Nëse doni t'i kryeni këto halle, me lejoni mu si vllai juaj t'ju jap një sekret. Harroni hallet tuaja e lutjuni Allahut për hallet e fëmijëve në Gaza. Harroni hallet e familjeve tuaja e lutuni për ato familje në Gaza. Wallahi Allahu ka për t'ju heq hallet tuaja. Por nëse i kërkoni Allahut që të heq hallet tuaja për shkak të gjinaheve që kemi, do të na marrin në llogari Allahu. A e meriton ky njeri të heq hallin apo jo? Por nëse lutemi për dikë tjetër, thot Allahu i madhëruar, robi im ka harruar veten e tij për çfarë? Për të lutur për vëllain e tij, për motrën e tij, për hallin e tij. E unë jam mëshirues, thot, mëshira ime ka kapluar çdo gjë. Nuk më shkon mua, thot Allahu i madhëruar, që t'ja plotësoj duan atij për vëllain që është lutur e mos t'ja plotësoj për veten e tij. Prandaj nëse kemi ndonjë hall të madh, lutuni për dikë tjetër, që Allahu t'ju zgjidh juve hallin përpara, pastaj t'ja zgjidh atij. Nëse është kjo natë, atëherë kjo natë në epicentër për ne të ketë ata fëmijë që siç kemi pjatat ne këtu, ata kanë bombat në shtëpitë e tyre. Vallahi është brengë gjithëve neve. Është brengë gjithëve neve. Ne kemi të gjitha të mirat, elhamdulillah. Fëmia jonë nëse nuk ja japim telefonin për të lozë, fillon e qanë. E nëse nuk i marrin telefonin më të ri, na fillon të rrin mendja, po sikur t'ja kisha marrë, sikur mos t'ja kisha marrë. Ka shumë më keq se kjo. Vëllezër dhe motra, nëse ne nuk qajmë në sejdë për ata, nuk do të na qajmë nesër kush neve. Sepse kjo botë kështu është. Sot e ka hallin dikush tjetër, inshallah kur mos e paqim, por edhe mund ta kemi. Ne kaluam një errësirë 50 vjeçare komunizëm. A na qau njëri? Nuk e di. Ne e dim çfarë do të thotë të vuash. Ne e dim çfarë do të thotë lufta. Ne e dim çfarë do të thotë të vrasin fëmijë. Sepse kemi vuajtur si popull. Sot është rradha që të lutemi ne. Prandaj si vëlla ju them, mos i harronin lutjet tuaja. I kemi pa pare. Nuk na kërkon kush lek për ato lutje. Lutuni tek Allahu në sejdë, në ruku, kur të jeni në xhami, kur të jeni në shtëpi, sepse vallahi Allahu ka për na shpërblyerje në këtë dynja edhe në atë dynja. Ma bani halal se e zjata. Zoti ju shpërbleft me të mirën në këtë botë dhe në botën tjetër.